Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro përballet të hënë me gjykatën në New York pas arrestimit nga ushtria amerikane e ndodhur në qendrën metropolitane të dënimit në Brooklyn, një institucion i mbipopulluar që njihet për incidentet e dhunshme. Seanca dëgjimore do të përmbahet përpara gjykatësit Alvin Hellerstein, tha gjykata e distriktit jugor të New Yorkut. Maduro akuzohet për drogë dhe armë, një çështje që qeveria amerikane ka ndjekur në gjykatë prej 15 vitesh dhe presidenti është konsideruar i pandehur prej 6 vitesh. Maduro u kap më 3 janar në rezidencën e tij në Caracas nga forcat amerikane në kuadër të operacionit Maduro Out. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në krye të Venezuelës pas arrestimit të presidentit Nicolas Maduro. Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One të dielën në mbrëmje, ai deklaroi ndër të tjera se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin përgatitur për veprime të mëtejshme ushtarake në Venezuelë. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? That means we're in charge. Ne kemi kontrollin në Venezuelë, kemi të bëjmë me njerëz që sapo kanë marrë detyrën. Mos më pyetni se kush është në krye, sepse do t'ju jap një përgjigje që do të jetë shumë e diskutueshme, deklaroi Donald Trump duke u përgjigjur një gazetari që e pyeti nëse kishte folur me udhëhecën e përkohshme Delcy Rodriguez. Krasaj, Trump deklaroi se Kuba është gati të bjerë. Sipas tij, për Havana do të ishte vështirë të mbajë pa naftën venezueliane. Nuk mungoi paralajmërimi dhe për Kolumbinë. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Qeveriset nga një njeri i sëmurë dhe ai nuk do të jetë për shumë gjatë, tha Donald Trump. Ndërsa ripërsëriti nevojën për të zotruar dhe Groenlandën duke patur si shkak sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas paralajmërimit të presidentit amerikan Donald Trump për një operacion në Kolumbi, si ai i Venezuelës ka reaguar dhe homologu i tij Gustavo Petro. Ndaloni së shpifuri, emërim nuk shfaqet në asnjë rast trafikimi droge, deklaroi presidenti kolumbian në rrjetet sociale duke u drejtuar Trump dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio. Petro kujtoi gjithashtu se si komandant suprem i forcave të armatosura për të luftuar trafikimin e drogës urdhëroi sekuestrimin më të madh të kokainës në historinë botërore. Kam besim të madh tek populli im dhe për këtë arsye i kam kërkuar popullit të mbrojë presidentin nga çdo akt i palishëm dhune kundër tij, deklaroi Gustavo Petro. Bashkimi Evropian kërkon të mos ndërhyet në mënyrën e përzgjedhjes së kreut të shtetit të ri të Venezuelës. Përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Kaja Kallas, drejtuar 26 vendeve të BE-s, kërkoi të respektohet të drejta e popullit të Venezuelës për të përcaktuar të ardhmen e tij. Bashkimi Evropian ka deklaruar vazhdimisht se Nicolas Maduro nuk ka legitimitetin e një presidenti të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe ka mbështetur një tranzicion paqësor drejt demokracisë së udhëhequr nga venezuelianët, duke respektuar sovranitetin e tij. Kina kërkon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lirojë menjëherë presidentin venezuelian Nicolas Maduro. Ministria e Jashtme kineze deklaroi se operacioni ushtarak amerikan për të kapur presidentin Nicolas Maduro shkeli ligjin ndërkombëtar, shkruan Sky News. Në deklaratë thonë ndër të tjera se Kina gjithmonë mban komunikim dhe bashkëpunim pozitiv me qeverinë e Venezuelës. Disa orë përpara kapjes së tij, Maduro po priste një delegacion kinez në Caracas. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.